Zëvendës ambasadori amerikan në Shqipëri Steven Kristina ishte sot në qytetin e Shkodrës, ku vëzhgoi nga afër procesin e aplikimit dhe tërheqjes nga qytetarët të kartave të identitetit. Sipas autoriteteve vendore, procesi po ecën normalisht me gjithë shqetësimin për mos tërheqjen e kartave nga aplikuesit. Vetëm në Bashkinë e Shkodrës nuk kanë tërhequr kartat e përgatitura më shumë se 13.000 persona, gjë që mund të vështirësojë procesin në ditët e pakta që kanë mbetur deri në zgjedhjet e 28 qershorit. Korrespondenti Punsulo përgatiti kronikën në vazhdim. Procesi i aplikimit dhe shpërndarjes së kartave të identitetit po vëzhgohet edhe nga ndërkombëtarët. Në stacionin e aplikimit pranë Bashkisë së Shkodrës ishte sot paraditës zëvendës ambasadori amerikan Steven Kristina, i cili vëzhgoi nga afër gjithë procesin e aplikimit dhe shpërndarjes së kartave të identitetit. Zëvendës ambasadori amerikan i pyeti aplikuesit mbi ecurinë e procesit, kozgjatjen e tij, si dhe mbi shqetësimet që ata kishin në lidhje me këtë proces. Zëvendës ambasadori amerikan u takua pa praninë e mediave edhe me drejtues të Bashkisë së Shkodrës, me të cilët bashkëbisedoi mbi ecurinë e procesit. Në Bashkinë e Shkodrës, që është dhe mëmallja në gjithë zonën veriore të Shqipërisë, sipas autoriteteve vendore, procesi i aplikimit ka ecur normalisht. Por ata po shprehin shqetësim mbi faktin se rreth 13.000 aplikues ende nuk janë paraqitur për të tërhequr kartat e identitetit, gjë që sipas tyre mund të krijojë vështirësi në ditët e ardhshme. Numri i aplikimeve deri tani është afruar 36.000, ndërsa i tërheqjes së kartave 23.000. Vëmendja kryesore po përqendrohet në sensibilizimin e atyre personave që kanë aplikuar dhe që duhet të tërheqin kartat, kështu që edhe dynia dhe puna më e madhe dhe të gjitha rajoneve dhe bashkisë është pikërisht në evidentimin e njerëzve që kanë aplikuar dhe në sinjalizimin e tyre për ta tërhequr kartat. Është e rëndësishme që të gjithë aplikimet deri me datën 23 maj kartat janë prezent në sportelet e gjerë civile ku kryhet edhe dorëzimi i këtyre kartave. Në stacionin e aplikimit në Bashkinë e Shkodrës sot punonin 7 operator, por numri i qytetarëve pa pasaport që paraqiteshin për të aplikuar ishte mjaft i vogël. Edhe mbas sensibilizimit të fundit që bë në të gjithë rajonet, të gjitha lagjet për të gjithë personat pa pasaport, tani punohet me kapacitet të zvogëluar sepse nuk ka më njerëz për të aplikuar. Janë shifra shumë të vogla aplikimit pikërisht sepse ka marruar numri atyre që nuk kanë pasaport. Ndërsa për ato që kanë pasaport, do rifillojnë aplikimet pas datës 1 korrik. Edhe në 4 bashkitë të tjera të qarkut të Shkodrës, si dhe në komunat të thella malore, janë ende pa u tërhequr një numër i madh kartash, ndërkohë që duket mjaft i ulët interesimi për të aplikuar i personave të papajisur me pasaport. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Punsulo.